shumë që nuk ka me zvarrit këtë çështje. Zoti Shala, a mund të kemi një Banjska 2? A mund të kemi një tjetër akt destabilizues në Kosovë? Kjo është një pyetje si pa gjitha gjasave është pyetur dhe është shtruar në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Republikës Kosovës. Pra, a është potenciali, a ekziston potenciali për një veprim të tillë, a ekzistojnë elementet dhe mjetet për të kryer një veprim të tillë? Tani më mund të themi në bazë të asaj çka na servohet dhe çka mund të kemi edhe çështje dhe mund të bëjmë analizë nga elementet e përkatshme, po mund ndodh një Banjska 2, ka mundësi të ndodhë, por që për të parandaluar një gjë të tillë, organet e sigurisë tani më janë vigjilent, por njëkohësisht niveli politik do duhej që të hartojë politika më progresive në drejtim të kërkesave që vjen nga mekanizmi i sigurisë në Republikën e Kosovës, pra sepse ne kemi një mangësi, ne krenohemi vetëm me punë dhe suksese të institucioneve tona të sigurisë, ndërsa kur vjen puna të kërkesave që ata kanë për mirëqenien e tyre, për veprimet e ndryshme që janë të nevojshme, të domosdoshme, për të garantuar operacionalitetin e tyre, për të garantuar nevojat e tyre, ne disi neglizhojmë, pra në tansi neglizhojmë pra skena politike dhe kjo do duhet të ketë një reflektim nga këto veprime, nga këto dëshmi që po na japin organet e sigurisë të Republikës Kosovës. Zoti Rita po vriuve? Sigurisht donë mendoj që policia po lehet anash edhe si institucione të tjera të sigurisë, sidomos me veprimet e fundit që ata nuk i morën as shtesat për orët shtesë që këshin punuar muajt të kaluar. Kështu që mendoj që shteti i Kosovës duhet të kujdeset edhe të ndërtojë një strategji fillimisht për mirëqenien e zyrtarëve policuar, po edhe zyrtarëve tjerë të AKI-s dhe agjensive të inteligjencës, në mënyrë sepse është burimi kryesor apo i këtyre institucioneve janë burimet humane, janë njerëzit pa të cilët nuk mundin me funksionu. E pastaj edhe ndërtimi i strategjive gjithëkombëtare për parandalimin e veprimeve të rastit apo të situatës sikur Banjska, për dallim prej Drizanit nuk pres dhe nuk besoj që mund të ketë edhe një Banjska të dytë, sepse tani më veç po shihen që policia veç i ka ndërmarrë hapat për parandalimin e situatave të tilla, kështu që mbetet me pasë si do të vazhdoj situata në ditët e ardhshme, ani pse në Komitetin e Sigurisë atje ju dha urdhër gjitha institucioneve që të ngrisin vigjilencën, unë kam thënë edhe në studio të tjera edhe në debatet e tjera që Kosova karshi edhe institucionet e sigurisë Kosovës karshi Serbisë nuk kanë çka me ulë vigjilencën, ajo duhet me qenë gjithmonë dritën e kuqes, sepse qëllimet agresore të Serbisë janë permanente, kanë qenë edhe do të vazhdojnë me qenë, kështu që unë besoj që institucionet e sigurisë janë në nivel në gatishmëri në dritë kuqe në raport me Serbinë. Në një reagim të Ministrit Sveçla, aty përmendet edhe një nxitje kështu e tensioneve ndëretnike, sa mund të ketë kështu sukses një përpjekje e tillë e tyre? Pra, do duhet të kuptojmë veprimet e modus operandi të shërbimeve informative. Pra, janë çështje të cilat ndërlidhen në aspektin e një bazamenti dhe në vetvete ngërthen shumë elemente, ose elementi politik, elementi etnik, elementi ekonomik, elementi social. Pra, varësisht nga interesi dhe nga intensiteti i një shteti për të destabilizuar, vepron pikërisht në një anë, për të penguar avancimet politike, pra për të destabilizuar aspektin politik. Në qoftë se e sheh mangësinë ekonomike të zhvillimit një shteti, atëherë bëhet një luftë ekonomike në drejtim të atij shteti, asaj popullate për të ngritur pakënaqësinë, njëkohësisht ajo pakënaqësi reflekton në aspektin social dhe njëkohësisht çështja kruciale është në aspektin e etniteteve, sepse pikërisht është përzgjedhur regioni i Prizrenit ku ne kemi komunitete të ndryshme që jetojnë atje. Dhe një nxitje, një konfliktit apo një pakënaqësie mes komuniteteve, padyshim që jep argument të mjaftuar shërbime për ta zgjeruar këtë gjë. Pra, etnitetet, mund të themi është një lloj baruti dhe varësisht se kush e ka zjarrin, ai mund ta ndjezë atë barut, varësisht nga interesi ne kemi patur 2004 në mars